Pjesën e rrugës nga Morovishte në Strugë, por edhe normalisht edhe një qerdhe në qytetin e Strugës. Është uji dhe kanalizimi. Tani platforma ime zgjedhore është zgjeruar, por unë do të them disa pika të rëndësishme të cilat janë prioritare. Edhe ato pjesa infrastrukturore që ka të bëjë me pjesën e rrugës nga Morovishte në Strugë, që është një rrugë e cila gjatë verës ngarkohet nga trafiku i dyfishuar në qytetin e Strugës, duke ditur që vinë qytetarët nga bota jashtme dhe turistët. Mandej vazhdojmë me ndrimin e tubave të azbestit, të cilat Struga 65 vite ose 70 vite nuk i kanë ndruar, ato janë të azbestit dhe janë kancerogen, për të vazhduar mandej parkingjet nëntoksore të cilat janë në mes të sheshit të qytetit dhe në pjesën e plazhit, të cilët janë në numër për 560 parkingje, të vazhduar mandej për pjesën tjetër të plazheve dhe një fshat turistik. Kalojmë atër të pjesa tjetër e sportit, ku një pjesë e madhe është e nevojshme të rregullojmë infrastrukturën e sportit për arsye të nevojshme që qyteti i Strugës nuk e ka. Mandej vazhdojmë për pjesën tjetër të qerdheve të cilët janë në mungesë dhe numri i fëmijëve të cilët presin në radhë është diku 450, dhe këtë e kemi bërë në ndarjen në një fshat Labonisht dhe një fshat Velesht, ku bashkarisht do të zbusin këtë numër të cilët janë duke shkuar rreth qytetit të Strugës, por edhe normalisht edhe një qerdhe në qytetin e Strugës. Vazhdojmë mandje me pjesën kulturore, ku duhet një ansambël të cilat Strugës i mungon dhe një teatr veror që duhet patjetër të rregullohet. Gjithsesi, problemi më i madh është e gjithë fshatrave është uji dhe kanalizimi, që për fat të keq jemi rreth ujit, por për fat të keq ujin për pije nuk kemi.